Olta Gixhari festoi ditëlindjen e parë të Zeos. Aktoria ndan momentet veçanta nga festa pranë bashkëshortit dhe 2 djemve të saj. Aktoria e njohur shqiptare Olta Gixhari ka festuar ditëlindjen e parë të djalit saj të vogël, Zeo, në një ceremoni të ngrohtë dhe familjare. Festa u zhvillua në një ambient të hapur, të dekoruar me ngjyra të buta dhe element fëminor, ku krijuan një atmosferë festive dhe tepër elegante. Në fokus të ditës ishte vogël Lushi, Zeo, i cili u rrethua nga familjar dhe miq të ngushtë që i uruan për ditëlindjen e parë. Olta ndau me ndjekësit në Instagram momentet veçanta nga festa, ku shihej pranë bashkëshortit dhe 2 djemve të saj, Amar dhe Zeo. Zeo bë 1 vjeç, shkroi aktoria krahas fotove të festës, duke ndarë kështu gëzimin e këtij momenti të veçantë. Olta Gixhari është nënë e 2 djemve, Amar dhe Zeo, dhe pavarësisht angazhimeve profesionale në teatr, ekran dhe media sociale, ajo ruan gjithmonë lidhjen e fortë me familjen dhe momenteve të veçanta si kjo festë e ditëlindjes.